Përkujtohet sot 81 vjetori i çlirimit të Lushnjës me homazhe dhe kurora me lule që u vendosën në varrezat e dëshmorëve, organizuar nga Bashkia. Të pranishëm ishin deputetët e Partisë Socialiste për Lushnjën Elton Korreshi, Kiduina Zaka, ish kryetari i Kuvendit dhe ish deputeti i Partisë Socialiste Namik Dokle, ish kryetari i Bashkisë Lushnjë Gjergj Velo, veteran, pasardhës veteran dhe qytetar. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa u shpreh se vlerëson sakrificën e dëshmorëve lushnjar për liri. Sot përkujtoj me nderim dhe mirënjohje të thellë 81 vjetorin e çlirimit të Lushnjës sot, një datë historike e cila mbart në vetvete sakrificën, qëndresën dhe idealet e një populli i cili zgjodhi të ishte i lirë, i dinjitetshëm dhe ju bashkua kundër pushtuesve. Sot, ashtu si çdo 18 tetor, ne vim pranë këtij memoriali për të nderuar me mirënjohje të thellë të gjithë ato bijë dhe bija të cilët sakrifikuan jetën për lirinë tonë. Kjo ditë nuk është vetëm një datë përkujtimore, por është edhe një datë reflektimi për vlerat që kjo ngjarje na përçon, që është liria. Më lejoni të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës gëzuar ditën e çlirimit, lavdi dëshmorëve të adhërt. Lushnja u çlirua në orën 8 të mëngjesit të 18 tetorit 1944. 220 dëshmorët lushnjar nuk kursyen gjakun dhe rinin e tyre për lirinë e vendit.